Vallja dhe tradita shqiptare pushtuan sheshin Skënderbeu, ku qindra qytetarë u mblodhën për të qenë pjesë e sofrës shkupiane, një prej aktiviteteve më të veçanta të manifestimit Vera Kulturore e Çajirit 2026. Në tingujt e muzikës popullore dhe në një atmosferë të mbushur me emocion, ngjyra e gjallëri, sheshi u shndrua në një sofër të madhe ku u festuan tradita, kultura dhe identiteti shqiptar. Të rinj të moshuar, familje të tëra dhe dashamirës të muzikës tradicionale u bën pjesë e kësaj mbrëmje që solli kujtime, krenari dhe ndjenjen e përkatësisë. Interpretimet e artistëve të njohur të muzikës popullore ndezën atmosferën. Organizatorët theksuan se qëllimi i kësaj ngjarje është ruajtja dhe promovimi i kulturës shqiptare, por edhe rikthimi i frymës së bashkimit që simbolizon sofra shqiptare. Sipas tyre, sofra nuk përfaqëson vetëm një traditë, por një vend ku ndahen respekti, mirëpritja, kujtimi dhe vlera që i kanë mbijetuar kohës. Kjo ngjarje për ruajtjet e kulturës është ngjarje shumë e veçantë, shkaku që këtu thuhet sofra shkupiane, ku gjithë shqiptarët sofrën e kanë në pikën më të dobët dhe më të mirë. Po sa kohë ju ka marrë kjo organizim? Unë për këtë organizim me vite, një vit e organizoj, e mendoj edhe vjen momenti ku u bën një muaj, që presim që sot është data e 19, dita e 19, ku deri në 30 e kemi një muaj rresht, do me thonë për këtë eveniment, një vjet në ka shku. Po edhe sa do të vazhdojnë, edhe sa organizime të tjera do ketë dhe deri kur do të vazhdojnë? Kjo do të vazhdojnë deri me 30 qershor. Do me thonë prej sot fillon me folklor, me sofrën shkupiane dhe me vazhdimsi kemi krejt ansamblet shqiptare shkupiane në këtë shesh të Skënderbeut. Po sa këngëtarë do jenë pjesëmarrës sonde? Shpresojmë me ato që na kanë konfirmu dikun 15 shkupian, po tash edhe i kanë darsmat ku nuk mujmë të thojmë tash edhe ato i kanë atë mundësinë e tyre, po 15 besoj që po. Po sa ka qenë interesimi i qytetarëve deri më tani dhe si e kanë vlerësuar këtë organizim? Këtë organizim unë mendoj që qytetarët shkupian shumë e kanë pritër, shumë janë të gëzueshëm dhe se nuk është vetëm sofra shkupiane, kemi pas edhe panairin e librit ku për herë të parë është mbajtur në këtë shesh dhe janë shumë të interesuar. Artistët pjesëmarrës u shprehën të emocionuar nga pritja e publikut, duke vlerësuar interesimin e madh të qytetarëve dhe rëndësinë që kanë aktivitetet të tilla në ruajtjen dhe promovimin e kulturës shqiptare. Spari faleminderit për intervistën, jam jashtëzakonisht i lumtur. Është një spektakël që shumë gjatë kohë ka munguar vendit tonë, duke pas parasysh që Shkupi është një ndër krijuesit e këngëve më të mira lirike në mbar troje shqiptare dhe ti shofish të gjithë bashkë është një kënaqësi e madhe. Sot jemi këtu me kolegët tona nderuara dhe shpresojmë se vendi tonë, qyteti tonë nga ne u afirmuam, t'ja japim më të mirën nga ne dhe shpresoj dhe uroj që mos jetë kjo e fundit, po kemi shumë aktivitete të tilla që rinjës shqiptare i mungojnë këto ahengje të bukura me të cilën bëhemi gjithë bashkë dhe sinqerisht është një kënaqësi e veçantë për mua son. Është një emocion i veçantë, nga që se unë jam rrit në këtë kaldërm të kësaj qarshie, jam djali i këtij vendi, këtij qyteti dhe është kënaqësi që rrallë herë kemi pas raste, në kohën e kaluar kemi pas shumë koncerte të ndryshme. Besoj ju jeni pak më re dhe nuk e mbani mend, por ne këtu kemi performuar përpara mbi 5.000 shikuesve. Sallat kanë qenë të stërmbushura me popull dhe çuditërisht një kohë të gjatë mungoi kjo. Tani unë kisha angazhime pak edhe kam qenë jashtë shtetit, por kur më bën ftesën me pranova me kënaqësi të jashtëzakonshme dhe falenderoj mas pari komunën që ka inicu që të gjithë artistat edhe artistet shqiptare të Shkupit t'i bëj bashkë dhe t'i performojnë atyre me ata me të cilit u rritën bashkë. Po, çfarë keni zgjedhur të këndoni për sonde? Po, unë do të preferoj që t'i këndoj këngët e mia, besoj që do t'jetë pak atrakcion, shkak se do të performojmë live, shpresoj që do jetë një atmosferë e jashtëzakonshme. Sonte jemi këtu për të krijuar një atmosferë ahengu,
Pikrisht kjo edhe na ka bërë që ta realizojmë atë që kanë bërë sofrën shkupione, do të thonë të jemi të gjithë për një sofre dhe secili të jep më të mirën nga vetja. Shpresoj që do lejmë bresa që publiku jonë të kërkoj prapë të jemi kështu sikur që jemi sonte. Duke pas parasysh Shkupi gërshetohet me shumë stile, nga që Shkupi është një qendër e madhe ku kemi shumë zona dhe këtu është pak më ndryshe se vende tjera, nga që se neve këtu na bashkon Karadaku, kemi Pollogun, kemi nga gjitha viset shqiptare që banojnë këtu në Shkup dhe është e natyrshme që stilet tona janë të gërshetuara me lloj-lloj stile muzikore. Shkupit i ka mungu kjo dhe kur i shohun shokët e mi që jemi shokë që nga fëmijëria dhe pas ndoshta më tepër se 20 vite prap jemi bashkë. 20 vite rrime, pim kafe bashkë, po asnjëherë nuk performojmë bashkë, nga që se i kemi agenda të sicili në rrugë vet. E sot është një kënaqësi e madhe. Neve po na duket sikur një fillim. Por shpresoj se do t'i kalojmë me emocionet dhe do performojmë në mënyrën më të bukur që vendi tonë t'i japim ata më të mirën, shkaku se na urritëm dhe këta ishin përkrahja jonë e parë dhe këta na shoqëruan deri në aty ku arritëm sot. Na thoni pak si ndiheni që jeni pjesë e këtij organizimi në Shkup? Së pari përshëndetje, ndihem shumë i lumtur për shkak se një kohë gjatë Shkupit i ka mungu një ky lloj organizimi, edhe është për të përshëndet kjo iniciativë, kështu që të jetë çdo vit si radhazi, çdo vit që të ketë vera kulturore muzikës popullore me fillë shqiptare në Shkup, kështu që për Shkupin jemi krenar se Shkupi ka dhënë shumë edhe do t'jep shumë si solist, si muzicient, që janë me renome edhe botnore, kështu që i lumtur shumë. Po, çfarë ndjenjë është të performoni sonde në Shkup? Po shiko, unë kam performu edhe përpara në Shkup, mirë po janë konë vitet më ndryshme atëhere, se jonë për sallat të koncerteve, sallat sportive, salla universale, kështu një kohë jo e përshtatshme si sot. Sot është ma krenari për të performu në Shkup, po edhe atëherë ishte kënaqësi e madhe, për shkak se e kemi mbajt sado pak atë kulturën shqiptare në Shkup. Kështu që ja vlen të përcillet ky emision, ky program, ky organizim shumë i mirë madhështor që Shkupi e meriton, pikejt të rojve shqiptare. Çfarë keni zgjedhur të performoni sonde? Po, ka më shumë Shkupi i përket këngës lirike, sa do këdojnë në këngë lirike, atmosferë të ky popullat që është mbledh këtu, të vallëzojnë, të kënaqen, të shijojnë bukurinë, kënaqësinë e qarshishë Shkupit, se Shkupi është Shkup Dardan. Kështu që jemi krenar që jemi të Shkupit edhe që performojmë edhe jetojmë edhe japim kontributin ton sa do pak dvogël, sa kemi mundësi tona për ta mbajt gjallë edhe për ta kultivu kulturën shqiptare. Po, sa e rëndësishme është të ruan traditat kulturore këtu? Shiko, tani është kur ka qenë edhe më vështirë të ruhen traditat, kultura shqiptare sidomos në Maqedoni, tash është më lehtë, më i lirë, kështu që mund të performojsh, mund të kënojsh çka dush vetë, edhe mund t'i këndojsh secilit. Në kohën e mëhershme ka qenë pak më e cenzurume, edhe muzika ka qenë e cenzurume, kështu që kanë qenë për disa adhetar, për disa luftar, patriot shqiptar që kanë dhënë për çështjen shqiptare të kultivohet edhe të merë frym lirshëm shqip në Shkup, do thotë atëherë ka qenë pak më e vështirë. Mirë po për tani, ju si gjenerata e re që jeni, duhet të jeni të kënaqur edhe të esni përpara, ta kultivoni edhe ta trashëgoni brez pas brezi ato që kemi mujt na me bë deri tash.
Të kënaqur u shprehen edhe qytetarët të cilët vlerësuan organizimin dhe atmosferën e krijuar. Sipas tyre, Shkupi ka nevojë për më shumë ngjarje të këtij lloji që jo vetëm argëtojnë, por edhe forcojnë lidhjen e qytetarëve me tradita dhe kulturat e tyre, por njëkohësisht janë tërheqëse edhe për turistët e shumë të qarshisë së vjetër. Sigurisht që kjo atmosferë është dish ka moti të organizohet kështu, për shkak se i kanë mungu Shkupit kështu organizime. Edhe për atë që peshijojmë sonde, përveçëm se këngëtarët e Shkupit që janë sonde këtu, i kemi edhe ansamblet shqiptare që e kultivojnë trevat, pikë trevave shqiptare. Kështu që organizim teti, i organizum teti qëllum, kështu që një përkraje e madhe për organizatorin. Po, cili këngëtar në fakt me nxiprisni që ta dëgjoni sonde, ju pëlqen më shumë? Shif, gjithë këngëtarët shkupian janë të mirë, kështu që nuk mund veçojmë asnjë prej këtë që sonde do morin pjesë këtu. Po sa është e rëndësishme që të ruan vlerat kulturore dhe traditët të bëjnë organizime të tilla? Fillimisht edhe në fillim thash se kjo dish ka moti të organizohet. Shkupi ka nevojë për kështu organizime të tilla, kështu që mirë është dalin të shohin kjo javë do jetë java e kulturës, do ketë shoqëni të ndryshme, aktivitete të ndryshme, shoqëni që do prezantojnë vlerat e tyre. Na thoni pak se ishin në atmosferën sonde. Ekstrem mirë, shumë mirë. Po. Mendoni se duhet të bëhen më shumë aktivitete të tilla? Çdo ditë, në verë. Jo si e vlerësoni organizimin sonde? Konsideroj që është një ngjarje madhështore, përndryshe jemi në kuadër të asaj që e dini dhe ju, pra vera kulturore në Çajër dhe sonte jemi në sofrën shkupiane dhe besoj që do t'ja kaloj mirë. Njëri nga qëllimet e verës kulturore në Çajër është mu kjo që ta nxisim interesimin e trinjve dhe jo vetëm të rinjve për aktivitetet e tilla. Konsiderojmë që është në nivel të kënaqshëm, por ama duhet të bëjmë edhe shumë më tepër. T'i largojmë disi nga ajo që ne po themi kohëve fundit, nga teknologjia, nga telefoni, nga dhomat e mbyllura mes katër mureve në ambientet hapura dhe konsideroj që aktiviteti i sonte në veçantë dhe gjithë vera kulturore në Çajër e ka arritur këtë qëllim. Si e vlerësoni organizimin e sotëm nga komuna e Çajërit? Organizimi i sotëm nga komuna e Çajërit mund të vlerësojmë sa më të mëdha që mundet, sepse edhe fundja kjo është vetëm një fillim, edhe shpresoj edhe besoj, si pjesë e komunës, si këshilltare që jam, shpresoj që do të ketë edhe pas verës, do të ketë edhe organizime të tilla, edhe marrëgëtuese, edhe për moshën, që nga mosha fëmijërore deri te më të vjetrit. Po, cili është këngëtari që ju pëlqen sonde, që më nxiprisni që ta dëgjoni? Ka shumë. Po e kisha veçuar Agim Bendin, shkaku se djali im ka ardhur sot vetëm ta ndëgjon Adnan Kamberin dhe Agimin. Pas panajirit të librit, teatrit të hapur, aktiviteteve kushtuar fëmijëve dhe ngjarjeve të tjera artistike, sofra shkupiane erdhi si një mbrëmje që bashkoi qytetarët rreth vlerave më të mira të trashëgimisë tonë kulturore. Sofra shkupiane dëshmoi se tradita vazhdon të mbetet një urë që bashkon brezat. Vera kulturore e Çajirit do të vazhdojë edhe në ditët në vijim me aktivitete të shumta, duke synuar ta kthejë qershorin në një muaj të kulturës, artit dhe argëtimit në kryeqendrën tonë.